Rreshtet intensive të shiut që kanë shoqëruar stinën e dimrit në zonën e Devollit nuk kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në kulturat e drithit. Sipas fermerëve dhe specialistëve të bujqësisë, gjendja e grurit dhe elbit paraqitet përgjithsisht e qëndrueshme, me përjashtim të disa parcelave ku ka pasur zverdhje të përkohshme të bimëve. Në këtë situatë, specialistët këshillojnë fermerët që të mbajnë në vëzhgim kanalet kulluese dhe të sigurojnë largimin gradual të ujrave të tepërta, sidomos në parcelat me kullim të dobët. Në rreth 270 hektar që ne kemi monitoruar, ka patur prezencë ujë e cila është larguar dhe nuk ka qenë problematike për të shkaktuar asfiksinë të lashta. Gati 18-20 hektar që kanë qenë sipërfaqe që kanë mbajtur për një periudhë pak më të gjatë, rreth 2-3 ditë, maksimumi 4 ditë ujë, ato në këto toka ka dhënë shenja asfiksie, ka dalë oksigjeni nga toka dhe druri ka marrë atë ngjyrën e verdhë. I rekomandoj fermerëve të kujdesen për kullimet e parcelave, sidomos pastrimet e kanaleve anësore, të bëjnë pak në kullimin sipërfaqësor, kanalet e treta të cilët janë në përdorim të tyre. Bashkia po bën punën e saj me mjetet e ekskavator për pastrimin e kanaleve të dyta, aty ku zonat janë më kritike, me qëllim shmangjen e largimin sa më të shpejt të prezencës të ujit. Sa i përket plerimit, rekomandohet që aplikimi i plerave azotike të kryhet vetëm pasi toka të stabilizohet dhe të mos jetë ngopur me ujë, në mënyrë që të shmanget shpëlarja e elementeve ushqyes dhe të sigurohet përthithje më e mirë nga bima.